can fly. Zgjodha të luaj fort, nuk e meritoi ai fitoren. Joze thyen heshtjen për herë të parë pas incidentit, flet për situatën e tij me Gjestin, por edhe fitoren e Big Brother ku tha se e meritonte Rozana. Ja çfarë ndodh? Josefin Marku më së fundmi ka thyer heshtjen teksa në një postim në Insta Story ka sqaruar situatën me Gjestin, por edhe se kush meritonte fitoren, teksa tha: "Përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni mirë, dua të falenderoj nga zemra të gjithë popullin shqiptar që më keni mbështetur dhe përkrahur në këtë rrugtim as pak të lehtë që kalova. Faleminderit për dashurinë që më dhatë gjatë qëndrimit tim në shtëpi dhe më shumë jashtë saj. Mirënjohje për secilin prej jush si dhe ekipin e Top Channel-it që më dha mundësinë të isha pjesë e këtij formati kaq të dashur për të gjithë ne. Një eksperiencë që do mbetet e paharrueshme në jetën time. U futa në Big Brother dhe zgjodha të luaj fort, të paktën ishin ata që kuptuan lojën dhe vërtetësinë time. Zgjodha të isha i sinqert, i drejt për drejt, pa filtra, dhe ndoshta pikërisht kjo më kushtoi në këtë rrugtim. Ndjes për çdo që mund të ketë përjetuar keq atë që ndodhi, por ju siguroj se presioni, veprat dhe ngacmimet kanë qenë të shumta gjatë gjithë rrugtimit tim kundrejt meje në atë shtëpi. Jam provokuar, në asnjë moment nuk e kam zgjedhur të luaj rolin e viktimës, edhe kur fjalët dhe veprimet e rënda më kanë lënduar thellë. Kam heshtur, kam duruar, edhe ndurimi ka një kufi. Për të gjithë ata që përpiqen të hedhin balt mbi imazhin tim, kam vetëm një fjalë: balta që vjen nga llumi nuk të bën pis. Është shprehur Jozi me ironi për të gjithë ata që e kritikojnë, teksa ka postuar gjatë finales së madhe edhe një mesazh që të gjithë fansat e tij të përkrajnë Rozanën dhe ta votojnë në këtë finale të madhe. Pasi Gjesti fitoi çmimin e madh dhe mori shekun për 100.000 eurosh, Jozi reagoi me një postim që nuk qëndroi shumë në Insta Story-n e tij, ku shkruante vetëm "e pamerituar". Duket se mesazhi ishte i qartë përkundrejt Gjestin, teksa Jozi pas fshirjes së atij mesazhi nuk ka reaguar më as pak.